Çfarë është gjëja më irrituese që bën partneri? Kjo rrin telefon gjikohës, që ma caron nervin. Je neglizhent shumë, her pas here. Për çfarë gënjen më shpesh? Unë maksimumi mund të them që erdha jam basi çantë, ndërkohë si jam basi çantë, po jam ende në shtëpi. Mazuri këtë se doja unë. Cili është komplimenti që thua vetëm sa për t'i bërë qefin? Kur tjeri thot për shembull që si dukem ajo mirë, ka dhe më mirë, po unë i them je mirë, zemër që vetëm të hikim, edhe mos ta pres prap të ndrohet, dhe të vish edhe një nga e para. Po, unë i them shumë bukur thonjt, shumë bukur qerpikët, shumë bukur vetullat, kur sa po i ka bërë për shumë. Do me thënë sot sa po zbulova që tjeri më pas ka gënjur gjithë të kohë. Po jo më ti e bukur je si pikë ylli, po kur i bën këto gjërat e ekstra, Do naturalitetin. Nëse do ndryshoje me një VIP shqiptar për 24 orë, ke do zgjidhje? Ti ishte në një huaj e kisha thënë, po shqiptar jo. Një huaj, më thuaj një të huaj. Ndo Damiano David. A vash mirë pas e pas gati. Po ti e di sa ka të gjithmonë. Damiano David. Ha më ti ka të aktore dhe një orë. Kam një Emma aktor, Stone. Emma Stone, po. Për Emma Stone, jo vetëm që da shalon, për regjistroj më, Kush është më toksik në debat? Toksik së më të themi, dramatik në i të bëjmë. Gjestet të tjerit flasin vetë. shiko, Krisa nuk është toksike, po na ere ka pa e drulli, vënd sa ma bete kod, dhe më dhe ndërkohë që mund të mbyllet shumë, E zjasu, kam qeta ta zjasë që histori. mbyllet shumë shkurt. Me gjithë të, është e mirë, mi është e mirë. Kush bën sikur nuk është xheloz? Kush bën sikur nuk është xheloz. Jam pak xheloz, jo shumë. Kush egzageron më shumë për smurët? Po normal, o zemër vdiqja, temperatura 36. 36 jo, me 37, 38, pas e trasin prifsin e. Tjetë aty, për qa do lloj rasti. Kur fillon ato pyetje, do më duash nëse unë do vdes? Kush e ka bërë unfollow tjetrin në nerva e sipër? Ose mi për asë një herë. Asnjëherë. Unë i kam për follow për herë të parë, s'ka kam heqë më. Si mi aq toksik, jo, dhe me thënë. As blog si kemi për njëri tjetrit. Kur të sajojmë në herë në një ndarje në gjë për followersa, Kuptojeni. do ta bëjmë. Që është thjesht për klikime. Po. Cili është sekreti që partneri yt s'duhet ta di? Po që sekret Po çfarë thuhet kuptimi ka? ajo. Krisa më duket mbas sa sekrete kështu që. Sekrete gocash po të mbajtë, s'di them gjitha. Kur do martoheni? Le. Po kismet verës tjetër kemi qef, se bëjmë shaka, bëjmë shaka. Po s'bo vështirë mi. Tash ne dasëm pa muzikant nuk bëjmë dot. Muzikantët janë zënë, te vitin tjetër. Kështu që do presim pak. Justifikim ordiner. Po cifni në i gjë kështu ekstra, tek duart e mi, atëherë. Kush ka qari pari në lidhje? Se mbaj me Krisa me sa duket. Çanti tjeri? Kam Pari jo. Paktën jo, i heri pari. I pari jo, pas kam qarë dhe më thonë. Po të qaj njero, e di tani. Hami Krisa, thuja të gjitha pra, ha, qatë ku kemi qaj, ha. Kush ka më shumë frikë nga tradhtia? Si kemi shprehur në njërë si njëri- frikra njëri tjetrit. Kush është më i varur emocionalisht? Unë besoj po. Të dy jemi, mendoj. Kush ka nevojë për më shumë vëmendje? Unë, E, qa përmend e kam nevojë? Të nga unë, mo nga njëri tjetri. E pra, Unë po- marr nga njëri tjetri. Hajde të dy, ha. Kush ka stakuar ishin e tjetrit? Unë joja. Jo. Kjo nga Mos kjo jo. qas pres, po. Ua. Për atletet. Kush zgjedh hotelin dhe kush vetëm ankohet? Unë i bëj këto veprimet gjëra. Ankohet. Zonja në fjalë. Kush humbet baligjen? S'na ndodh. S'na ka ndodh asnjëherë. Kush bën më shumë foto dhe video? Krisa normal. Jetojmë po kontent. Aj shumë, sa që nuk e di. Ja kam nxjerr jetën, Ky duhet ta shpirt e pranoj. di. Kush dehet më shpejt në beach party? Për të bërë. Unë kam i qik
Lisa më ma. Për dispozitën Ka tolerancë më kam tolerancë më t'ullë, dhe pillo pak dhe dehe më shpejt. Mbi gjitha. Ku të shkoni këtë verë për pushime? Se kemi ndarë akoma, me thënë të drejtën, nuk e dim, besoj, vjetë ishim në Greqi, Ka mundësi praktikë në Greqi këtë vit. Qefin e kam të Vetë se ju gutona, normal. Qefi është në Spanjë, po dëshoj. Qefin unë e kam Senegal, po. Mirë, atër bëfshi qef dhe besoj të shkoni në shtëpi të lumtur dhe të pajtuar. Me ca të bande rrugës. Këto t'i marrë me vetën ne, opa. Merri. Faleminderit. Unë do ta marrë se kam punë. Hajde.